Po, do thotë kanë një peshë të madhe këto organizime, sepse unë edhe vetë kam marrë pjesë në pothuajse në gjitha këto protesta që organizuar dhe brenda dhe jashtë vendit, edhe kjo është një dëshmi e fortë para kësaj prokurorie, kësaj gjykate me ju tregu se nuk mund të merr një vendim në emër të popullit Kosovës, ju mund se neve na i keni imponu këtë gjykatë të pa drejtë, por populli i Kosovës është me çlirimtarët edhe del në mbrojtje të tyre, sepse e ka përjetuar luftën edhe din që janë çlirimtarët ata të cilët e kanë luftuar aparatin shtetëror të Serbisë edhe kanë mbrojtë këtë popull civil shqiptar, kështu që kam pa një mobilizim edhe në Hagë, edhe në Strasburg, edhe kudo që janë organizu këto protesta, do të thotë ka qenë një diçka veçantë që i ka bashku shqiptarët e gjitha trujeve. Qoftë Maqedonisë, Shqipërisë, Preshevës, Malici, do të thotë kanë qenë të bashkuar edhe kam golës kundër kësaj padrejtie që po e bëhet.